Të dashur demokrate dhe demokrat, opozitar dhe opozitare, qytetare dhe qytetar të Tiranës. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, ju, burrave dhe grave fisnik, njerëz të mrekullueshëm, që keni bërë sot këtë shesh më të bukurin e Shqipërisë, më të bukurin në Europë. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta kandidatëve të Aleancës së Shqipërisë Madhështore, të rinj të reja, burra dhe gratë, krenaria jonë, krenari për kombin. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta Zotit Krislas Sinita, kryetari Komitetit Partisë Republikane, bashkarkitektit të rikthimit më të madh, më të fuqishëm, më të jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit, rikthimit presidentit Donald Trump. Në jetën time kam mbajtur shumë fjalime, po sonte jam më emocionuar se asnjëherë kur shoh ju, njerëz të lirë, burra dhe gra fisnik, që i keni dhënë sot këtij sheshi energjinë, entuziazmin e fitores sonë. Shqipëria madhështore është Shqipëria e shpirtit tuaj, është Shqipëria e dashurisë tuaj për te, e dashurisë për familjen, e adhetarisë tuaj, e idealeve të lirisë, njerëz të lirë. Imagjinoni për një moment krahun tjetër me patronazhist me Katar. Imagjinoni shqiptare, imagjinoni nesër krahun tjetër me patronazhist me Katar. Imagjinoni Edi Ramën, që ka në krah Elion Velin, ka në krah Qyrben, ka në krah Ilir Beqen, po ka dhe në krah Pristi, ka në krah me Gonigalin. E sa shumë e presin. Edi Rama, sonte